Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se Lahuta, një nga simbolikat më të lashta të identitetit dhe epikës shqiptare, është shpallur zyrtarisht pjesë e listës së UNESCO si pasuri e trashëgimisë kulturore jo materiale në nevojë për mbrojtje urgjente. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë theksoi rëndësinë historike dhe kulturore të këtij instrumenti unik, i cili prej shekush është përdorur për të transmetuar këngët epike, legjendat dhe kujtesën kolektive të shqiptarëve. Lahuta, pjesë e UNESCO-s. Lahuta është shpallur zyrtarisht pasuri e trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO-s për mbrojtje urgjente, shkroi Rama, duke cilësuar këtë vendim si një arritje të rëndësishme për promovimin dhe mbrojtjen e identitetit shqiptar. Me këtë njohje ndërkombëtare, Lahuta merr statusin e një pasurie që kërkon ruajtje, dokumentim dhe transmetim tek brezat e rinj, ndërsa pritet që institucionet kulturore të Shqipërisë të intensifikojnë përpjekjet për rigjallërimin e kësaj tradite të rrallë artistike. Vendimi i UNESCO-s shihet si një hap i madh për mbrojtjen e traditave autoktone shqiptare dhe një vlerësi për komunitetet që e kanë mbajtur gjallë të art shekullor. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.